Monika Kryemadhi ishte këtë pasditë e ftuar në emisionin Ftesë në 4 në Top Channel, ku përveç komenteve mbi aktualitetin politik, ndau edhe përshtypjet e saj mbi banorët e Big Brother VIP Albania, si dhe foli për eksperiencën e re si opinioniste, një rol që sipas saj po e shijon dhe po e përjeton si një sfidë interesante personale dhe profesionale. Gjatë intervistës, Kryemadhi u përball me një sfidë argëtuese, ku ju kërkua të imagjinonte veten në shtëpinë e Big Brother VIP Albania për krah figurave kryesore të politikës shqiptare. Pyetja ishte se me cilin prej tyre do të bënte aleancë, kë do të çonte drejt finales dhe kë do të përfshinte në një kuti Pandore, një situatë që hapi diskutime dhe batuta interesante. Ajo zbuloi se një pyetje të tillë ja kishte bërë më parë edhe vajza e saj e vogël, e cila kishte ndërtuar një skenar mjaft domethënës për secilin prej protagonistëve politik. Këtë pyetje ma ka bërë edhe vajza ime e vogël. Ajo më tha se nëse do të isha në Big Brother me Metën, Berishën dhe Ramën, babi do të rinte te arena. Do t'i thëriste banorët një nga një dhe do t'i pyeste për mendimet që kanë për ty. Pastaj do t'i përpunonte. Berisha do të rinte te koltuku dhe rreth tij do të mblidheshin të gjithë mbështetësit, ndërsa ti dhe Rama do të ishit te banaku duke u zënë. Konflikte do t'i kishe me të, por lojën do ta bëje bashkë me Edi Ramën, tregoi Kryemadhi, duke shkaktuar të qeshura në studio. Më tej, Monika u shpreh se nëse ky skenar do të ishte real, dinamika me saj dhe kryeministrit Rama do të ishte e fortë dhe përplasëse, por njëkohësisht produktive për lojën. Me Ramën do të ishim dy pole që do të shtyheshim vazhdimisht, por do të prodhonim lojë. Për ta lehtësuar rrugën time drejt finales, Ramën do ta nominoja, u shpreh ajo pa hezitim. Sa i përket kutisë së Pandorës, Kryemadhi u tregua strategjike në zgjedhjet e saj. Ajo tha se të mirën do t'ja jepte Ilir Metës, ndërsa të keqen do t'ua rezervonte kundërshtarëve të saj politik. Megjithatë, bëri një përjashtim të qartë për Ramën, duke theksuar se përplasja mes tyre është më shumë politike dhe jo personale. Të keqen nuk ja kanë bërë Ramës dhe as ai neve. Të keqen nuk na e bëri Rama, por ata që na tradhtuan pas shpine. Rama është në llogoren e vet dhe është bërë kohë që ne as nuk kemi folur, përfundoi Kryemadhi. Deklaratat e saj u pritën me interes dhe reagime, duke sjellë një tjetër këndvështrim mbi mënyrën se si politika dhe spektakli mund të ndërthuren, të paktën në imagjinat, në formatin më të ndjekur televiziv në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.